Aktiviteti organizuar mes Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Valore Italia dhe Fondacionit 355 Hub ofron një mundësi për të diskutuar mbi rolin e universitetit në formimin bashkëkohor, lidhjen mes arsimit të lartë, kulturës dhe zhvillimit, si dhe mbi mundësitë e reja të bashkëpunimit ndërdisiplinor. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, rektori Aurela Saliaj thekson se ky aktivitet lidhet edhe me ndërkombëtarizimin, si dhe me urat që Universiteti i Vlorës vendos me aktorët apo edhe universitetet prestigjioze në të gjithë botën. Ky aktivitet është një nga aktivitetet e radhës në plotësimin e objektivave strategjike të Universitetit Ismail Qemali për ndërkombëtarizimin e universitetit, për njohjen e tij, për krijimin e urave të përbashkëta të bashkëpunimit me universitetet prestigjioze të Bashkimit Evropian. Dhe gjithashtu është një hap më tej në përmbushjen e standardeve të cilësisë së arsimit të lartë në afrimin e Universitetit të Vlorës me standardet e universiteteve 4.0. Modeli që sjell Valore Italia është një model ekselent i një universiteti 4.0, të cilin neve shpresojmë dhe do punojmë për ta implementuar edhe në universitetin tonë. Administratori Valore Italia Shkollës së Artit të Restaurimit me qendër në Milano të Italisë, Salvatore Amura, foli për bashkëpunimin me Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, ai tha se me Universitetin e Vlorës synohet zhvillimi një sër projekte shumë të rëndësishme. Intanto grazie per questo invito così importante, così prezioso. Unë jam administratori deleguar i Valore Italia, një shkollë arti e rëndësishme e restaurimit, e cila e ka serinë e saj, një nga seritë e saj në qendrën Mind në Milano. Patëm një vizitë nga rektorati dhe nga Universiteti i Vlorës në pranë shkollës tonë të restaurimit Botticelli, që është një qendër excelente në Itali, dhe ishte e drejtë që ta rikthenim këtë vizitë aq më tepër që ishim të angazhuar nga shkolla, nga universiteti dhe nga Fondacioni 355 Hub për të zhvilluar bashkë me universitetin një sër projektesh të cilat kanë në qendër ndoshta artin, por arti mos harrojmë që përtej të gjithë vlerave të saj është lidhësi më i mirë që ekziston mes dy popujve dhe dy vendeve tona. Speriamo possiamo presentare già nelle prossime settimane. Përfaqësuesi i Fondacionit 355 Hub theksoi se ndihet shumë krenar që ishte pjesë e iniciativës të ndërmarrë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Ai theksoi se fondacioni synon të njihet më shumë me Vlorën, universitetin, sipërmarrjen dhe territorin në përgjithësi. 355 Hub Foundation si occupa di creare. Është një fondacion i cili ka lindur vërtet në Itali, por është regjistruar në Shqipëri në dhomën e tregtisë këtu në Vlorë. Qendrën e ka në Vlorë, sepse kërkon pikërisht të sjellë gjithë sinergjitë e mundshme për të ndihmuar në zhvillimin e Vlorës nëpërmjet një bashkëpunimi i cili ka të bëjë me njohjen, kompetencat, pra me universitetin, me territorin, me sipërmarrjen, dhe për këtë gjë kam edhe një lajm për të dhënë, me shumë kënaqësi u ftoj për një meetup, për një event të rëndësishëm i cili do ndodhi në datën 29 janar, ku do të jetë një tjetër ditë si e sotmja, më shumë se 10 sipërmarrje italiane të rëndësishme do prezantohen po këtu në universitet. Perché crediamo che questo rapporto tra formazione e business sia fondamentale.